Të nderuar vëllezër besimtar, s'ka dyshim se pjesa më e rëndësishme e jetës së njeriut është rinia. Rinia që Allah subhanahu wa ta'ala ka përtëncuar në Kur'an, e cila vjen pas fazës së dobët që Allah azza wa jalla ka krijuar njeriun. Ai është që e krijoi njeriun të dobët, pastaj e bëri atë të fortë, pastaj e bëri prapë atë të dobët. Pra rinia të nderuar vëllezër besimtar është faza e fortë, është faza më e rëndësishme e jetës së njeriut, andaj dhe duhet i kushtohet një kujdes i veçantë kësaj faze për formim, për shkollim, për avancim, për rritje, për edukim, për fetari, për udhëzim dhe për përparim, nga se aq më tepër që investohet në rini, aq më shumë që punohet me të ri, aq më shumë që merremi me rini dhe me të ri, aq më mirë do të kemi të ardhmen punë dhe aq më i mirë do të jetë rezultati për familje dhe për shoqëri. Të dashur vëllezër besimtar, rinia është duke u ballafaquar me sfida të ndryshme dhe të mëdha. E padyshim se një ndër sfidat që s'po mundemi me të i kalu dhe cila po vjen duke u rritë dhe duke u shtu, është edhe sfida e teknologjisë, e internetit, e varësisë dhe rrjetet sociale. Pa i përmendur sfida të tjera të mëdha të dashur vëllezër besimtar, me cilat ballafaqohet shoqëria në përgjithësi e rinia në veçanti. Siç janë dukërit e shumta negative, andaj të ri të dashur vëllezër besimtar kërkojnë dhe duhet të kenë një edukim të mirëfill, duhet të imunizohen me iman, me edukat, me mësime cilat u mundsojnë atyre pastaj të ballafaqohen me sfidat dhe të lashet e jetës, cilat tash janë të mëdha e çdo ditë më tepër po vinë duke u rritë dhe duke u shtu. Andaj nuk duhet kaloj prindit familjes i riu dhe e reja pa e imunizu, pa e forcu me edukat të mirë dhe me mësime të shëndosha, nga se ato janë garanca me e mirë të dashur vëllezër besimtar për një të ri. Nuk është pasuria që ja lën, as nuk është shkolla që regjistron, por nëse ja ke dhënë imanin, nëse ja ke dhënë edukatën e mirë, nëse e ke imunizu me vlerat të mira, të mirëfillta, pastaj kanë vlerë pasuria, pastaj është rëndësishme shkolla, pastaj është rëndësishme çdo gjë tjetër e mirë që ja ofron një të ri. Thjesht është vëllezër ka kushtuar mësitë të mëdha ndaj profetit alayhi salatu wasalam, me shumë ajete i është drejtuar të rive. Ja gulam inni uallimuka kalimat. O djali i ri, thani dit Ibn Abbas radhiyallahu anhu. O çun inni uallimuka kalimat. Un po të mësoj disa gjëra. Kjo është porosi profetike. Edhe ti i ri që je në xhami, po edhe ti prind që ke ardhur, po edhe ti gjysh që je në xhami, merri këto porosi prej të dërguarit të Allahut. Aja dënë të mirën fëmijës tënë. Ja gulam inni uallimuka kalimat. O çun po t'i mësoj disa gjëra të rëndësishme. Po t'i la disa porosi të rëndësishme. Po t'i përcjell disa mësime të mëdha, kalimat të mëdha. Ihfadhillaha yahfazuk. Ruje Allahun, Allahu të ruan ty. A ke mësuar fëmijën tënë kështu? Ruje Allahun, Allahu të ruan. Ruje Allahun dënë të thëtë të dashur vëllezër besimtar, ruje fejnë Allahut, ruje kufejtë Allahut, ruje haramit Allahut, ruje rrugën e Zotit, trasaje rrugën e Allahut, Allahu pastaj të ruan ty. Ihfadhillaha tajidhu tujahak. Ruje Allahun, pastaj Allahun e gjenë kur ki nevojë, ki afer.
Kështu po thot profeti alayhi salatu wasalam. Iktanim 5 qabla 5, shfrytëzoj 5 para 5, o djem të ri, o vëllezër të dashur, këshilla tjetër profetike, shfrytëzoj 5 gjona para se me tar 5 të tjera. Sa njeriu sa ndoshta është në xhami e ka dëshirë ta kishte mësuar mirë Kur'anin, e sa është në xhami ndoshta ka dëshirë ta kishte mësuar mirë me fal namazin, e sa njeriu sa ndoshta është tash në xhami e kish pas dëshirë sikur ta kishte bërë dhe haxhin. Iktanim 5 qabla 5, shfrytëzoj 5 para 5-ve. Shababek, shfrytëzoj rinin para pleqërisë, sepse kur vjen pleqëria ndoshta të bjen mend për xhami, të bjen mend për haxh, të bjen mend për namaz, të bjen mend për Kur'an, e ki dëshirë sikur të kishe ditë me lexu Kur'an. Por ka kalu koha. Shfrytëzoj rinin me mësu, shfrytëzoj rinin me eduku, shfrytëzoj rinin mu avancu, shfrytëzoj rinin mu shkollu, shfrytëzoj rinin mu eduku, shfrytëzoj rinin, sepse rinia është periudha më e artë të dashur vëllezër besimtar. Rinia është periudha kur besimtari njeriu akumulon dhe pastaj të ardhmen i çet frytet e tij. Shfrytëzoni 5, shfrytëzoni në rinin në vend çanti. Sidomos në kohën e sotme kur sfidat janë të shumta, duhet besimtari i riu dhe i reja me qenë shumë shqyqim. Profeti selam shfrytëzon të gjitha mundësit që të këshilloj të ri. Gjitha mundësit. Ja shabab, ja ma'shara shabab, o rini, men istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kush ka mundësi për ju shmu martu, le të martohet, sepse martesa e ruan moralin, e ruan derin, e ruan të riu. Ja gulam, në këtë rast, o qunë, në një sofër duke ngrënë ushqim bashkë me profetin alayhi salatu wasalam, një qunë i cili shtëpia din e ranin ushqimit, ose ngrënje se ushqimit. Ama për shfrytëzon kohën e tij të re, me alon këto porosi duke qenë fëmijë, sepse nuk i harron mo. Dikur ndoshta ki mundësi me praktiku disa sunete dhe disa dispozita fetare, por është pjek e ki vështirë me lon ato të kurit negative dhe me marë shprehit të mira. Nuk duhet mu dërzu asnjëherë, dhe duhet vazhdimisht me insistu besimtari dhe njeriu mu përmisu çdo herë, por dallimi i madh është në moshë të re dhe dallimi i madh është në moshë të shtyr. Andaj në një thënie të shmuar, disa e ka thonë hadith, por vallahu alem nuk është hadith. Thonë me mësu në rini është sikur se me gdhen në gur. Kurse me mësu në pleqni është sikur se me shtru në ujë, pra harrohet lehtë, ndërsa me shkru në guri, me gdhen në guri, qëndron në fjala i numare shpreje me qindra vite, qëndron fortuna dhe ndryshme dhe nuk shihet. E profeti për thot, o qënë, ja gulam, semillah, pje kalëzën disa mësime, edukata fetare që qysh duhet me hangër buk besimtari. Ja gulam, semillah, bon bismillah. O kull bi jeminik, dhe ha me dorën e djathë. O kull mimma jelik, dhe ha para veti. Tri duhet me mësu, tri duhet me eduku, tri duhet me quna të vende ku mësohet edukata me fill, ku ka mësime të dobishme për ata, për familjen, për shoqërinë. Rinia e udhëzuar në rrugën Allahut Azza wa Jall, do të thotë rini e garantuar. Do të thotë rini që respektojnë Allahun, që respektojnë prindërit, që sillen mirë, që veshen mirë. Rini e udhëzuar do të thotë në rrugën e Allahut, rini që nuk përdor duhan, që s'përdor alkool, që s'përdor drogë, që nuk shon, që nuk fyen, që nuk shkon lokale të natës, që nuk bën zina, që nuk qyr haram, nuk mashtron, nuk gënjen.
Sikur sa ja vajza në kohën e Omerit radiallahu anhu, e cilës nona i tij po i thotë, oj bija ime, përzihet çumshtin që t'ja pakuj me bë më shumë, në mënyrë që me fitu më shumë. Nonë shkret. Tha oj nonë, bije re, vajzë re për edukuar me mësime të shëndosha. Tha oj nonë, tha, a nuk e kënë ndëgjuar që emirul mu'minin udhëhesi muslimanëve kanë ndalu me përzi çumshtin me ujë? A nuk e ndëgju se ka bo thirrje mos me mashtru në tregtin, shit vlerin punë, mos me mashtru? Tha, oj bija ime, tha, Omeri prisi, tha nuk po na sheh, sepse ishte në dhomën e tyre. Tha nëse Omeri nuk po na sheh, tha Allahu po na sheh. Dhe duhet të edukohen fëmijët. Fëmijët të udhëzuar do të thotë fëmijë që dojnë dijen, sepse nuk ka çare ndryshe. Iqra, lexo, mëso, studia jetin parë. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allahu ka urdhëruar se Allahun me madhëru. Ati shoku mos me i badhe me prind mos i mirë. Kësi prind, kësi fëmije do të bëhet ai i cili edukohet në rrugën e drejtë dhe në mësimet e fesë. Nuk mashtron, nuk tradhton, nuk gënjen, nuk shon. O vllazën është dashur dhe duhet me zër me shku hoxhës në xhami. Dhe me thoni duk ta fëmijë me mësu. E jo me të ofru gjithmonë mundësi dhe mos me shfrytzu. Afronë të shkolla dhe ndëgjoni fëmijët, djemë dhe vajzat tona, moshave të reja, një pjesë të tyre, jo të gjithë. Ndëgjoni fjalorin, hiç pa i pyeta dini sa din, vetëm fjalorin ndëgjoni se si flasin, si komunikojnë dhe çfarë shprehje të liga përdorin. Duhet me shku hoxhës në xhami me zër, duhet me mësu fëmijët, nëse nuk jenë në gjendje vetë me mësu. Të mirat e edukimit të shëndosha ashtu të zërë, e përcjellin fëmijën në këtë botë, e ruajnë në këtë botë, e bojnë të bëshëm në këtë botë, e bojnë të mirë për veten, për familjen, për shoqërinë, por nuk ndalen me kaq edukata e mirë, mësimet e mira, feja përcjell njeriu edhe në botën tjetër, dhe Allah Azza wa Jall e ka garantu atëri dhe atëre që është rrit në rrugën Allah subhanahu wa ta'ala. Në gjënë vëzët të ri, në gjënë të hadith të madhe, kuptoni dallimin e madh mes atij që falet në rini dhe atij që falet dikur kur Allah ja ka mësuar. Të dy është mirë mu fal. Edhe në pleshni është mirë mu kthy. Edhe në pleshni është mirë mu pëndu, dhe duhet mu pëndu, dhe duhet mu përmisu se Allah o pranon derës e mshirë kur. Por shishën e dallimin e madh mes atij, i cili edhe në rini, në lurt të rinis, e ka rujt vetën. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhillu. 7 persona Allahu i fut në hijen e arshit të tij, ditën e gjykimit, atë ditë kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së tij. S'ka shpëtim, s'ka ndihmë, s'ka tjetër siguri, s'ka tjetër kush e mundet me ndihmu vetëm Allahu Azza wa Jall. E 7 grupe Allahu janë të garantuar, janë të shpëtuara, dhe prej tyre 7 wa shabun nasha'a fi ta'atillah, o fi ibadatillah, dhe një i ri që është rrit në ibadet, dhe një i ri që e ka njoft rrugën e xhamisë në rinin e tij, dhe ka fal namazin në rinin e tij, e ka lexuar Kur'anin në rinin e tij. Ky person të dashur të zot besimtar është mesin atyre 7 persona që Allah subhanahu wa taala i garanton. Allahu na e bëj fëmijët tonë të bëshëm të mirë dhe të hajët e Rabbul Alamin, në ruajt të botë e në botën tjetër. Aquli qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.